Landër Çardaku, përshëndetje. Përshëndetje. Pak ditë më parë u shpallët fitues i anketës 10 më të mira 2025. Emocione për ju personalisht? Normal, përderisa ishte edhe hera jeme e parë si dal në 10 sportistet më të mirë qytetit, ishte i privilegj, ishte diçka shumë e madhe për mua, një arritje, edhe gjithashtu ishte i motivim shumë i madh për mua, se me vazhdu për të ardhmen teme, për me bë edhe më shumë edhe me dalë edhe pse disa herë tjera në sportistet më të mirë. Kur nxitët në skenën e teatrit me Gjeni, kishit emocione? Po, normal emocionet ishin shumë të mëdha, të marrë parasysh edhe gjithë ato figura, gjithë ato legjenda që ishin aty përballë, normal edhe emocionet nuk mungun aty. Të pranishëm edhe familjarët tuaj, si e përjetuan një sukses të tillë të djalit të tyre? Normal edhe familja ime nuk mungoj aty, ishte një gjë shumë e rëndësishme për ne, gjithashtu edhe për familjen time, se normal kur shikojnë djalin e tyre si ka arritë në sportistet më të mirë, normal si janë kanë të lumtur, gjithashtu edhe unë niva krenar shumë. Një çmim që u dorëzua nga një kampion dhe rekordmene si Arbana Xhani Bekteshi. Kur dorëzohet një çmim i tillë nga një figurë e tillë, besoj që shtohet edhe më shumë përgjegjësia. Po, normal, përderisa unë Arbanën e njoh ka herë, plus është edhe zyshe jeme tek sportet, tek Universiteti Luiz Gura Kuçi i sporteve, edhe normal kur ma dorëzoi ajo, ishte ushtu edhe më shumë atë vlera e më shumë gjana të rëndësishme ai çmim. Leandro ju tha që ishte hera e parë për ju që zgjidhet në 10 sportistë më të mirë, po kjo është një anketë tradicionale që është zhvilluar shumë vite më parë, edhe gjithmonë ato që kanë qenë në mes më të mirëve gjithmonë kanë patur një karrierë të suksesshme. Dhe mendoni që do të ketë karriera juaj rritje edhe më të mëdha të ardhmen? Po tjetër, kjo është bërë si tradite, si sot ju në Shkodër, është një promovim shumë i madh për Shkodrën, për sportistat, edhe normal ashtu si jam një unë, besoj janë një edhe të tjerë, kur merr këtë çmim të motivon që të vazhdosh të ecësh përpara, të bash rezultate edhe më të mira, edhe pse mos dalesh edhe disa herë tjera atë. Si ka qenë viti 2025 për Leandër Çardakun? I kënaqur me atë çfarë keni arritur apo ndoshta keni pretenduar edhe diçka më shumë? Viti 2025 ka qenë vit shumë i mirë për mua, me thënë drejtën, të marr parasysh se erdha prej një viti si kam pas dëmtime vazhdimisht, e nuk jam kanë formë fizike mirë, po 2025 më vërtetoi si mundem me bë shumë. Mundem me ecë përpara, me bë rezultate edhe më të mira. Në fakt bëna disa rezultate se nuk prita se kam i bë, prita se kam me kanë më i fije më mrapa, nga që kam bë mungesa shumë, po jo, isha shumë mirë, edhe shpresoj se kem arritë edhe unë diçka si me thënë. Në këto suksese tuaja besoj që një mëri të madh ka dhe trajneri juaj, Albert Marashi. Po, patjetër, ai ka të bëjnë shumë tek unë, normal se ai është gjithë ditën, çdo ditë është me mua, më rrin një kry, më tregon për gjërat si duhet mi bë, si nuk duhet mi bë, motivon, më bën që të vazhdoj të eci përpara. Dhe cili ka qenë momenti më i veçantë dhe ai ndoshta më i gëzueshëm për ju në vitin 2025 pas një rezultati të arritur besoj? Po 2025, si thash, ka pas shumë, po mund të veçoj garen ku dola kampion Shqipënia për 3 herë, në garën 100 metrash, ai ishte një gëzim se ai është qëllimi, besoj, për çdo sportist, kampionati kombëtar është më i rëndësishmi, edhe normal ton synimi është aty, edhe besoj ai ka me kanë për 2025-ën qëllimi, si me thonë, si e kam realizu ma me qef, ma me gëzim. Përmendet garën e 100 metrave, aty ku jeni edhe kampion, si shtat për 3 herë, jeni tek gara e sprintit, gara ndoshta më e bukur dhe më e preferuara. A është e vështirë të marrësh pjesë në garë të tillë? Normal se gara 100 metrash se njerëzit mendojnë se është vetëm me ecë shpejt. Po ajo ka shumë gjëra, ka shumë elemente, ka teknikë, do të me pas edhe i fije, si me thonë, me kanë i shkath, me studiu i fije garën, po normal është garë shumë e bukur, garë sprintit ma. Në 100 metra, Vllaznia, Shkodra ka traditë mëdha, sepse kemi shumë kampion dhe rekordmen të kjo garë. Synon Leandër Çardaku tashmë kampion të jetë edhe rekordmen i kësaj gare?
Po shpresoj që me kalimin e viteve, ndoshta këto vite këtu, shpresoj që të afrohem rekordit kombëtar, pse jo edhe mos ta thejt, bajellon të la një emër, të la një gjurmë me lon në garën 100 metër të atletikë shqiptare. Pse merret Leandro Çardaku me sport, me atletik? Me sport, me atletik merrem nga që është sporti mu m'jep shumë lumturi, m'jep shumë gëzim, ban që vi me qef në stërvitje, baj shumë me gëzim, si me thonë një gjatë tillë, se normal besoj për gjithë sporti është shumë i rëndësishëm, ka përveç shnetit, ka të bajnë edhe për arritjet që mund bash. Nëse je një sportist që ke rezultate edhe dënë që me ecë para, normal se është shumë i rëndësishëm, se ban me kenë dikushit, si me thonë. Por ka shumë tjerë të rinj, mosha juaj që e lënë sportin, Po, zgjedhin të emigrojnë apo të bëjnë punë tjera. po. Por ju duke që keni pasur edhe mbështetjen e familjes për të qenë pjesë e sportit. Po, në fakt me thonë drejten, unë edhe unë si këta pjesa tjetër kam dash para 2-3 vitesh kam dash edhe unë për mu shkput, po gjithmonë familja ka kanë po rri me ne, rri këtu, shfrytëzoje, je mirë, është gjëna, mund është me lanë për Shkodrën, për qytetin, për gjithë shale, si me thonë, mos them gati gjithë merita është e tyre, se fal atyre unë jam edhe këto pjesë. Që do të thotë që këto vite nuk i konsideroni kohë të humbur? Jo, me thonë drejten jam shumë i lumtur që kam nejt, edhe normal nuk i quj të humuna, i quj veç arritje edhe punë, sakrificë normal, edhe jam shumë i lumtur si nuk kam hek dorë edhe si nuk kam shkull nga kjo sport. Sa që jeni edhe student, si ndihet Leandro Çardaku kampion dhe fitues janë këtë 10 më të mirët me studentët e tjerë, por edhe mes shoqënisë jashtë shkollës. Ndihet i respektuar? Po, normal është gjithë për shembull kur shkojnë në shkollë kështu më shohin, si me thonë, i fije ma nësh. Normal nga që më shohin se kam arrit rezultate, jam sportist se kam i fije emën këtu në Shkodër, qytetin e Shkodrës, nga që e kam përfaqësu vazhdimisht, plus edhe me kombëtarën jashtë shtetit, edhe normal shokët e grupit gjithë më shohin e më thonë e sportisti e kështu, edhe normal është njem shumë i lumtur kur i ni ato fjale, kur më thrasin ashtu si me thonë, edhe më shohin me atë sy. Në vit 2025 keni pas shansin të jeni edhe pjesë e kombëtares në disa gara ndërkombëtare. Po. Dhe gradualisht po vinë edhe sukseset e para. Keni bërë disa paraqitje të mira në vitin që shkoi. Po, në 2025-ën, gara fundit që bëme ishte në Europianin divizionit 3, i cila ishe me kombëtare, dola i pari në baterinë teme me 10.85, në rezultat 500 largë kohës më të mirë teme që bëna këtu në Shqipni, ku të regon edhe formën që unë jam shumë mirë. Edhe normal ishte një privilegj shumë i madh aty, përderisa maj fanelen ku që ziveshën, ishte diçka shumë e madhe për mu, plus edhe rezultatet normal që atër vinë edhe njesh edhe ma krenar. Çfarë synon Leandro Çardaku për vitin 2026? 2026 të marrë parasysh garën e parë që kemi tani me 29 janar, timnor, shpresoj që të afrohem rekordit kombëtar në garën 60 metër indoor. Gjithashtu edhe gjatë vitit në garët e tjera 100 metër, shpresoj që të afrohem gjithashtu rekordit kombëtar dhe të bëj paraqitje sa më dinjitioze me vllaznin, po ashtu edhe me kombëtaren, shpresoj që të vazhdoj rrugtimin të me kombëtaren kështu si që bana në 2025-ën, edhe të bëj rezultate të mira. Dhe synimi i largët, por arritja më e madhe, çfarë ku synon Leandro Çardaku të shkojë? Përveç me thy, si që tha me rekordin e kombëtar, shpresoj që të shkoj edhe në lojra olimpike, bëhem pjesë si sprinter, si 100 metrist, dhe pse jo, në për Europiane dal ndoshta top 3 Ballkanjat, është synimi normal kryesor për momentin, ndërsa edhe pse jo, kualifikim për Europian dhe lojra olimpike, botëror, gjitha këto të marrë pjesë salon si që tjetë. Kush gëzohet më shumë në familjen Çardaku kur Leandro ka një sukses? Normal gjithë familja, por mami është ajo kryesorja, si me thonë, ajo është gjithmonë
Jo si nuk më ka nejt babi edhe motrat e tjerë, po mami është gjithmonë ajo si ka kanë mrapa me jem ka mbështet, si që tha që ajo më ka majt këto me thonë drejten, ajo më ka majt me kam tokë në gjatë parë, edhe ajo është, si me thonë, fillë sa fitoj në diqa ose baj një arritje, ajo është e para si unë marrë në telefon normal, edhe si më përgjigjet edhe gjithmonë është gati për mu, për në çdo rast, sidomos lidhje me sportin. Kritika, keni tek familjarët, ai që ju kritikon? Babi është babi është i fije si e ka atë si gjithmonë e gjen diqa, edhe pse është ndoshta një arritje jam si është shumë e mirë, kam paraqitje e gjen diqa më thotë, jo pse s'ke bën një lëvizje më kështu, pse s'ke bën diçka një ashtu. Edhe gjithmonë përgjigjja e mosh nuk është aq e lehtë si duket, po besoj se kam bën më të mirën teme. Normal, edhe ajo tërë është me mu, po thjesht është ajo menimet e tij, si me thonë këto gjëra janë i fije më ndrysh. Gjatë mbështetja e tyre besoj ka bërë që t'jeni këtu ku jeni sot. Po, normal, po mbështetjen e tyre si sa që edhe i herë nuk kisha kanë këtu ku jam sot edhe jam falendërues ton jetë. Leandro, faleminderit dhe shpresojmë që sukseset tuaja të vazhdojnë edhe vitin 2026, por edhe më tej. Shumë faleminderit.